Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allah në madhuar e falenderojmë. E lusim që Allah xhalla xhelalu të na pranon adhurimet tona, të na lehtëson gjitha punët, na i fal mëkatet, na përmirëson gjendjen dhe të na udhëzon vazhdimisht në kryen e punëve të mira dhe në largimin nga punë të këqija. Lëvdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wasalam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot në xhumën e parë të muajit Ramazan, dhe pse kjo xhumë realisht shënon në një përmbyllje të javës së parë të agjerimit, kanë kaluar ditë nga fillimi i agjerimit dhe tashmë veç dinamika e agjerimit është në, me thonë kushtimisht, në nxitim e sipër, shkon shpejt dhe shumë shpejt mund të befasohemi me ligjëratat, me udhëzime që kanë të bëjnë me natën e Kadrit e pastaj edhe me ditën e Bajramit. Të gjitha tema që flasim në këtë muaj i shërbejnë këtij muaji. E ky muaj pastaj i shërben disa çështjeve tjera që kanë të bëjnë me përmirësimin tonë. Orientimi jonë më i mirë dhe më i duhur kur bie fjala për temat e Ramazanit duhet të jetë përmes ajeteve të Kuranit, ku Allahu te bareke ve teala flet për agjerimin. Allahu xhallahu ala në Kur'an flet për agjerimin. Madje në një varg ajetesh që të gjitha këto ajete përmbajnë në vetën e tyre udhëzime të shumta të ndryshme, të rëndësishme për neve, e të cilat padyshim se nuk ka mundësi njeriu në një ndaj me i trajtu, mirë po duhet me marrë prej tyne. Allahu thot në këto ajete shumë gjëra, na informon për shumë lajme të rëndësishme për neve. Ajo çka dua të fokusohem sot në të është një pjesë e ajetit ku Allahu xhallahu ala përmend pasi që flet për agjerimin, pasi që flet se është bërë obligim agjerimi, pasi që flet Allahu xhallahu ala se cilat janë përjashtimet në agjerim, sikurse i kemi përmend takimin e kaluar se njeriu në udhëtim apo njeriu i smur nuk agjeron. Pas kësaj Allahu xhallahu ala thot: "Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Wa li tukabbiru Allaha ala ma hadakum." Allahu xhallahu ala përmend se është obligim agjerimi, përmend se duhet të agjerojmë, e pastaj çka thot Allahu në vazhdimsi? Thot, Allahu dëshiron që t'ju a lehtëson juve e jo t'u a vështirëson. Do thot, agjerimi qenë ka lehtësim për neve. Agjerimi qenë ka një lloj lehtësimi. Dhe agjerimi nuk është vështirësi. Dhe çështja të nderuar vëllezër nuk është vetëm tek agjerimi, por ka të bëjë me këtë adhurimet. Këtë që ka Allahu ka kërku nga ne, falja 5 kohëve të namazit, dhënia e zakatit, shkuarja në haxh, që janë nga shtyllat, pastaj edhe obligimet e tjera, madje edhe ndalesat harame që Allah i ka ndaluar, të gjitha përfshihen në këtë ajet. Se Allahu don me u lehtësu juve. Për çfarë lehtësimi bëhet fjalë e për çfarë vështirësimi bëhet fjalë? Nëse shikojmë agjerimin në aspektin e jashtëm të ndëruar vëllezër, do të shohim se agjerimi më shumë ka të bëjë me vështirësi sesa me lehtësim. Për faktin që njeriu nuk han bukë, nuk pin ujë, është i lodhur gjatë agjerimit, prandaj kjo në një aspekt përbën një lloj lodhje për të, një lloj vështirësie për të. Nëse Allahu po thotë Allahu don me lehtësu juve, atëra
për çfarë lehtësimi bëhet fjalë. Të nderuar, varësisht çfarë marrim për bazë, që me te e matim lehtësimin edhe vështirësinë, mund të kuptojmë pastaj edhe ajetin. Jeta jonë, të nderuar vëllezër, nëse është jetë pa ndonjë kuptim përmbajtësor, por është jetë e kënaqësive, është jetë, domethënë, e dëfrimit, është jetë kryesisht e ndërtuar mbi bazën e shfrytëzimit e psharak, atëra kësaj lloj jete, agjerimi nuk i sjell lehtësime. Doraj që jetën e ka të ndërtuar në lakmi, e ka të ndërtuar në epsh, e ka të ndërtuar në dëfrim sikurse e ceka, në kënaqësi caktuara të përkohshme të kësaj bote, atëherë padyshim se për të këtillët agjerimi nuk mund të jetë lehtësim. Nga se agjerimi e vështirëson dominimin e epshit, e komplikon situatën me epshit. Por jeta e atij që është e ndërtuar mbi një kuptim të madh, mbi qëllim të madh, ai e din pse jeton, ai e din pse ka në këtë botë, ai e din pse është i krijuar, ai e ka një mision që ka me e kryen këtë botë, ai e ka një qëllim që e synon me arrit, e që është kënaqësia e Allahut, e që është xheneti i Allahut mënduar. E ky padyshim që për të jeta është ndryshe. Dhe agjerimi për të është lehtësim. Agjerimi, të nderuar, e lehtëson kënaqësinë e Allahut e vështirëson kënaqësinë e epshit. Agjerimi e lehtëson jetën në xhenet e vështirëson jetën e atij që më në veç në dunja ka me jetu. S'ka ahiret e s'ka xhenet. E cila është ajo jeta jote që ti po don me jetu? Është e dyta. Prandaj Allahu thot, ju që e dini ku keni me arrit, ju që jeta juaj ka qëllim, ju që jeta juaj nuk përfundon të ushqimjet e pija, ju që jeta juaj ka kuptim për te kësaj, që e keni ndërtuar jetën mbi vlera, mbi kuptime, mbi besim, ju që synoni me shku për te i varrit, e për te i ditës gjykimit, të arrin në përjetësinë e xhenetit, për juve agjerimi është lehtësim. Ju që mendoni se krejt jeta është ushqim dhe pije, ju që mendoni se jeta përfundon ku njeriu vdes, për juve agjerimi nuk është lehtësim. Për shkak se është në shpërputhje me mënyrën e të jetuarit, është në shpërputhje me kuptimin e jetës. Prandaj kur flet Allahu për agjerimin, të ndruar edhe thot se është lehtësim, na rikujton se cili është qëllimi i jetës, cili është kuptimi i jetës, kur jeta jonë merr kuptim. Të ndërum, njerëzit e kanë ndërtuar jetën kuptime ndryshme, por a janë kuptime qëndrueshme, a janë kuptime që ndërtohen mbi argumente, kjo është punë tjetër. Dikush jetën e ka të ndërtuar në marrje, që është jeta e tij, sa më shumë merr, më shumë ka kuptim jeta e tij. Dikush e ka të kundërtën, sa më shumë jep, jeta e tij ka kuptim. Çështu është. Dikush e ka jetën e ndërtuar, sa më shumë i bën vetes mirë, edhe pse i harron të tjerët, jeta bëhet e tij më e mirë, më me kuptim. Dikush e ka të kundërtën, sa më tepër jep, sa më tepër bën mirë të tjerëve, jeta ti ka më shumë kuptim. E agjerimi ka ardhur këtë dytën me rregullu, që ti je bamirës, që jeta të ketë domethënie kur ti bën mirë tjerëve, atë që e ke ndonë me të tjerët. E për çet njëri, Allahu thot agjerimi është lehtësim, nga se e lehtëson një jetë të tillë që njeriu e synon kënaqësinë e Allahut edhe ahiretin. Sa ka njeriu të ndërruar vëllezër nga njëra vese të këqija që s'është në pajtim me to, edhe aje dhe zësit mira. Aje që këto vese i shëndran në mënyrë tjetuarit, agjerimi i e komplikon situatën. Aje që dëshiran këto të vese me i largu, agjerimi i e leson jetën. Cilla është jeta jote?
A është jeta jote përpjekje e vazhdueshme për të përmirësuar, e për të pastruar, e për të ngritur, e që në këtë rast tjetë agjërimi e lehtësim për ty, apo është jeta jonë e dikujt për njerëzve, jetë që bashkjeton me të keqen. Do më thonë, dikur fillon e keqja nuk i pengon, e normalizon të keqen. Dhe jeta ati nuk është më përpjekje për tu përmirësuar, nuk është përpjekje për ndryshuar, por është në bashkjetes me të keqen. E për këtë agjërimi nuk është shumë i kallajshëm. Sa agjërimi të ndërrua dhëzër i prej këto aspekte. Nuk lejan që njeri me qenë bashkë ashtu komod rahat me të keqen. Andë njerëzit, a ke po agjërushëm, njën ma keq për punë këqia se kur që në agjërushëm. Ma keq njët, pse? Se agjërimi e lëviz në ndërgjegjën e brendshme, e nuk len njën e rahat. Prandaj aj që dënë që ndërgjegjja ti me kone gjallë, aktive, me qenë ndërgjegjja ti, aja që realisht e pengan thëllimin dhe rëndësimin e të keqës, agjërimi e lehtëson këtë. Agjërimi e lehtëson punën e mendjes, agjërimi e lehtëson punën e ndërgjegjes, agjërimi e lehtëson punën e moralit dhe aktivizimin e vlerave, ndërsa agjërimi e komplikon dominimin e epshit. Se është në shpërputhje me te. Natyra e agjërimit nuk është në përputhje me natyrën e epshit. Natyra e epshit është ndryshe. Andaj agjërimi nuk ka ardhur me eliminu epshin, por ka ardhur me e largu dominimin e epshit, e kjo ka dallim. Kur dikush për njerëzve jeton, për shembull, i dominuar nga epshi, jeton për të tjerët, jeton për qefet të tjerëve, por nuk ka kuptim jeta ati, nuk ka përmbajtje. Padyshim se për këtë lloj kategorie njerëzish të vëllezër, agjërimi mund të jetë i vështirë. Për këtë arsye të nderuar, ne duhet që përmes agjërimit ta rikthejmë në vëmendjen tonë. Ta kemi parasysh gjithmonë se kjo jetë që Allahu na ka dhënë është begati e Allahut mënduar. Kjo jetë që Allahu na ka dhënë është mundësi e madhe për fituar, ama duhet me di çka më fitu, çka më marr. Dhe varësisht nga qartësia e qëllimit, përcaktohet pastaj edhe angazhimin e marrjen e asaj që duhet për këtë qëllim. Një njeri i cili, për shembull, qëllimi i tij është me shku me ushtri në spital se ka operim, e ka një lloj përgatitje për këtë qëllim, edhe ai që ka me shku në mal me punu, e ka një përgatitje tjetër. Edhe ai që ka me dalë me lujt ndonjë lloj sporti, ka të përgatitje. Apo? Varet ku je nis, çashtu edhe kimu vesh, çashtu edhe kimi marr senet. Andaj na ku jemi nisna? Ka im duke shkuna. Ku është qëllimi jon? Qëllimi jon është të ndëruar të sigurojmë një vend të sigurt në xhenetin e Allahut mënduar, nga se na besojmë bindshëm se jeta e njeriu nuk përfundon me këtë dunjë. Jeta e njeriu nuk përfundon tek varri. Varri nuk është banesa e tij e fundit. Varri nuk është vendi i tij i fundit. Varri është një vend tranzicioni ku ai kalon nëpër të, në një jetë mes dy jetëve, të kësaj dhe asaj të përtejme. Andaj në të gjitha këto situata, në të gjitha këto procese, në të gjitha këto lëvizje të ndëruar, agjërimi është lehtësim. Agjërimi e lehtëson vdekjen. Agjërimi e lehtëson natën e varrit. Agjërimi e lehtëson ringjalljen. Agjërimi e lehtëson llogaridhënien. Andaj besimtari kur agjeron, edhe i kujton këto, agjërimi vjen i lehtë. Ai që ka met te këto, agjërimi vjen i lehtë. Ai që ka mendjen te buka kur bëhet më orë, agjërimi bëhet i vështirë. Varësisht ka ki me menu, ka ki me shku. Prandaj t'ja bëjmë vetës të lehtë agjërimin duke i pasur parasysh gjithmonë këto të vërteta që unë i përmenda. Këto nuk janë lehtësime imagjinare të ndërrozën. Mos po ju them futun në iluzione, futun në imagjinata, që duke iluzionuar e duke imagjinuar t'ja lehtësoni vetës agjërimin. Jo, po flas të vërteta. Nga se kështu Allahu ka thonë. Na jemi të bindur këtu. Për faktin se Kurani flet për të vërteta,
edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasallam flet për të vërteta. Kur thot pejgamberi alayhi salatu wasallam se xheneti ka 8 dyert, porta të mëdha, nuk mund të parashihet madhësia e tyre me njësit matëse të botës tonë. Nga sa të janë tjera standarde, që nuk ka mundësi, do më njeriu me standarde kësaj bote me kuptuat atë dimenzion tjetër të jetës. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëra nga këto dyert të xhenetit, që janë, e ka emrin Rayyan. Rayyan ka thënë është dera e agjëruesit. Prandaj ai që e ka mësuar kësaj dere, agjërimi ja lehtëson me një derë. Ai që s'e ka mësuar kësaj dere, apo e ka mësuar derë tjetër kësaj bote me hi, agjërimi ja komplikon situatën. Prandaj na duhet me lehtësua agjërimin përmes besimit në Allahun, përmes besimit në ahiret. Edhe që gjatë tërë agjërimit ta kujtojmë këtë, që agjërimi të ndërozër edhe të bëhet i lehtë nga një aspekt, po edhe dyta që agjërimi ti ringjall këto kuptime, ti ringjall këto çështje të rëndësishme që shpeshherë kanë mbetur të pasivizuar, të përgjumura për shkak të dinamikës së jetës që ne po jetojmë. Sa herë gjatë ditës dikush ndalet e mendon se jemi duke shkuar për ahiret. Sa herë dikush ndalet e mendon dalën për Allahut edhe dhënien e llogarisë. Sa kemi kohë për këtë? Sa kemi kohë mundon me menu se a thu vallë, a i knasur me gjendjen tënde që këtë gjendje çfarë me taku Zotin? Sa kemi kohë për këtë? E po gjitha këto që po i harrojme, po kalojme në për to, realisht vjen agjërimi edhe i shpërthan. Vjen agjërimi edhe i rikthen në vëmendjen tonë, që t'i kthemi temave tona, t'i kthemi realitetit që ka të bëjë me neve, me tashmen dhe me të ardhmen tonë. Prandaj në këtë aspekt agjërimi bëhet lehtësim edhe në zbatim, por bëhet lehtësim edhe në ndryshim të qasjes së mendimit tonë, të ndryshimit të prioritetive tona, me çka kemi më marrë në gjatë ditës tonë. Qase kemi nevojë këtu në tema të domosdoshme të ndërruar Zot. Kurani flet gati në çdo faqe të tij. Flet për ringjalljen. Flet për botën tjetër, për ahiretin. Don aq ka prezencë të ngjeshur, të dendur ahiretin në Kur'an, sa që thash gati çdo faqe flet. Mirë, sa ka prezencë të dendur ahiretin në jetën tonë të përditshme. Sa mendojmë për këtë çështje? Sa ulemi dhe i ndajmë disa momente këtij realiteti të pashmangshëm që të gjithë jemi në udhtim drejt tij, pashmangshëm. E kur ulesh e mendon këtë derë, e kur ulesh e mendon këtë shpërblim, e kur ulesh e i mendon ato që kanë menduar në të ardhmen, që Allahu e ka përmendur janë të vërteta të pakontestueshme, të pamohuara, atëra e kupton në çfarë mirësie je, atëra e kupton në çfarë privilegje dhe çfarë nderi je, që Allahu ta ka mundsuar që gjitha këto procese që mund të jenë shumë të vështira, mund të jenë shumë të mjerueshme, Allahu ta ka mundsuar që përmes agjërimit, një sakrificë modeste të braktisjes së ushqimit dhe pjesë gjatë ditës, mi pas më të lehta, me i lehtësu këto procese, gjitha. Me shku sa më lehtë tek Allahu i manduar, përmes agjërimit. E pastaj agjërimi bëhet kënaqësi, bëhet kënaqëri, bëhet nder, bëhet i lehtë, jo i vështirë. Prandaj ne duhet këto kuptime aktivizu, të jemi pjesë besimit ton, patjetër nuk kemi tjetër besim na. Edhe nuk guxojmë besu ndryshe se rrezikojmë me kon musliman pastaj. Madje ai që nuk beson në botën tjetër, nuk mund të jetë musliman. Se kjo është nga shtyrat e besimit të ndërruar Zot. Nuk mundet. A mund dikush më thonë unë jam musliman, ama nuk besoj që pejgamberi Muhamedi u kon i dërguar i Allahut. E çu shemo musliman ti? Na përmestina apo musliman, apo to sira musliman? Ndaj smush me kon musliman nëse s'ke besu, bënd shumë, pa asë një mëdyshje, se kena më ringjall, e kena me dalë të Allahu i manduar, e kena me donë llogari, e ka xhenet, e ka xhehenem. Prandaj këto duhet me nxjerr nga iluzionet, mi kthy në realitet, se janë të vërteta. Ka një perde e hollë që na pengon me i pa. Po në momentin kur del shpirti të ndëruar,
i sheh njëri këto realitete, i sheh këto fakte. E pastaj do të kërkon që të ketë një qasje tjetër që ti lehtësot udhëtimet të tjeshëm. Mirë, po ndoshta situata e tij nuk e mundson një lehtësim të këtillë. Prandaj të kryejmë kushte të volitshme për lehtësim të rrugtimit më të tjeshëm përmes agjerimit, ngasimin në muajin e lehtësimeve që Allahu tha, yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu nuk don ju vështirësu. E pse kishte më na e vështirësu neve Allahu te bareku te pse? Çka i duhet Allahut më na e vështirësu? Çka i duhet? Allahu xhallahu ala është i mëshirshëm. Allahu xhallahu ala është bamirës. Prandaj është në përputhje me emrat e tij, është në përputhje me cilësitë e tij, lehtësimi, jo vështirësimi. Sikur që është në përputhje me emrat e tij, falja. Nëse dënimi është diçka e domosdoshme që duhet më ndodh për shkak të drejtësisë, po jo që e dën Allahu te bareku teala. Allahu nuk don me dënu kërkon. Allahu don që të gjithë me i shpërbly. Mirë, po kur njeriu refuzon këtë, atëherë merr atë që ka kërkuar. Të përmbylli këtë të ndërruar me një hadith të mrekullueshëm, tetë përmbajtësor, që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të gjithë keni me hyrë në xhenet. Kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të gjithë keni me hyrë në xhenet, përveç atij që nuk don. Atëherë u habet shok të pejgamberit. Tani ja Rasulullah, e kush ai që nuk don me në xhenet? Tha ai që njeh rrugën tam, hin. Ai që nuk don me njeh rrugën tam, s'don me në xhenet. Prandaj ai që do me në xhenet, rruga është e shtruar, është e lehtë. Ai që nuk don, e kuptoj që ka të vështirë më qiu me fal sabahun, me agjeru, për faktin se jeta atij është në shpërputhje me këto udhëzime. Prandaj na duhet me rregullu jetën tonë në përputhje me këto udhëzime, që pastaj zbatimi i tyre të jetë i lehtë, i kapshëm dhe i mundshëm. Ti kthejmë në vëmendje këto kuptime të besimit tonë, e që me agjerim pastaj ti mbajmë aktive të gjalla dhe ta lehtësojmë agjerimin, por edhe agjerimi të jetë lehtësim për rikthimin në vëmendje të temave të së ardhmës, të temave të udhëtimit tonë, që të gjithemi pjesë të tij. Allahu na lehtësoj këtë udhëtim. Allahu xhallahu ala na largoj pengesat e këtij udhëtimi e na mundsoj që të ndjekim hapat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që në çdo hap që ndjekim të dëshmojmë për Allahut se ne jemi të interesuar fuqishëm me shku në xhenet. E nëse gabojmë pa ndonjë qëllim apo në afekt, apo gabojmë nga një situatë e saktuar, e pendohemi, lutim Allahut na i fal mëkatet tona dhe lëshimet tona. Kaq për këtë pjesë Zoti është shpërbleft. Allahu e provot agjerimin, u lehtësoj këtë punë të mira, edhe ashtu që të vazhdojmë deri në fund me shëndet, rahati dhe mirësi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.